Shiko, unë e shoh këtë fushat si një lloj bilanci, këti ngërçi që e kemi pas tash e disa muaj. Është një bilanc, edhe vim fund vitit, nuk du të futem detaje kush kuj kur ka vendos. Edhe me datën 28 dhjetor, qytetari i Republikës Kosovës, qoftë diaspor, qoftë në Kosovë, do të shkon edhe do ta thot verdiktin dhe ndoshta edhe mund të befasohemi. Ne deri tash jemi në hamendësime, kemi disa numra, kemi disa tendenca, kemi disa preferenca, që është logjike. Jemi kolegë, jemi miq, jemi shqiptar, dhe secili prej neve i ka të gjitha. Mirë po, kam tendencën, edhe pse se shfaqi këtu, dhe që të mendoj që do të ketë befasi. Nuk mund të them se cilat do të jenë, për mua është me jetikja që... Krahas befasive ideja është, a është vetëvendosja në një radhë dhe 3 parti tjera në palën tjetër, apo janë kësaj radhe janë më vjen keq. Kosova nuk ka alternativë. Kosova në muajin janar, kushdo që del mbi 5% duhet ulet në tavolinë dhe duhet themelojmë institucionet. Pra duhet ketë marrëveshje bashkëpunim. We have lifting of sanctions. Ne endis jemi liru nga sankcionet. Ne kemi përmbush obligimet në veri. Dhe i liron i dhanë lajmi me një moment shumë interesant, që është që mund të futemi më vonë në atë temë, që do të thotë, domethënë, fakti që jemi, domethënë, Kosova po jo, me që përmende, pse mendon që a janë ndihmuar zotit Kurti apo jo? Më fal, trimte tema. A janë ndihmuar zotit Kurti ose jo? Mund të futemi, Kosova ka kryer obligimet. Ideja ime është që mund të kalojmë në pjesën tjetër. Ideja ime është që ne, shiko, si Kosovë, ne kemi kaluar për atë që kryeministri Kurti dhe tjerë e kanë përdorur, keq përdorur, nuk mund të fundemi në ato debate, nuk kalon vetëm në Kosova në ato procese, në atë që kemi thujt gjithmonë luftë hibride. Lufta hibride, s'du ta fus këtu në tavolinë. Ekziston edhe një term tjetër shumë interesant, që se ka shpik vetëm qeverisja tash, ose partia më e madhe në Kosovë, është një fenomen që ekziston në shkenca dhe në terminologjin, ta quaj ashtu, të marketingut dhe të shkencave të komunikimit, që quhet realitetet hibride. Edhe po më pëlqen se si kolegë të tërkuan flasin, domethënë ne mund të futem detaje, ju i njihni shumë më mirë se unë, që për shembull e shihni fushatën e LDK-s, e cila me datën 9 shkurt gjithë kemi besu që LDK-ja përfundon të e dyta, po se po, më një realitet që s'ka të bëj. Realitet hibrid. Ka pas njerëz që kanë menduar që edhe e para. Është shumë e rëndësishme, ta fusim në tavolinë këtë moto, ose të them ashtu, këtë shprehje, sepse realiteti hibrid do të thotë që jo vetëm në Kosovë, po gjithandej në të gjitha fushatat politike dhe jo vetëm, është një realitet i cili dallon shumë nga ekrani,